Nga ceremonia e 35 vjetorit të krijimit të Partisë Socialiste Shqiptare në sheshin e Flamurit në Vlorë, kryeministri Edi Rama foli për Zvërnecin, teksa tha se investimi nuk do të anullohet pavarësisht protestave dhe se projekti do të zbatohet brenda kësaj dekade. Jo 5.000, jo 50.000, po 500.000 të dalin, edhe jo të dalin 5 ditë, po të rinë aty deri në majna qershorin e 2029-ës, ne kemi kontratën me 800 kusur mijë njerëz dhe unë dua që brenda kësaj dekade ne të bëjmë investimin. S'kemi kohë të presim e të humbasim, ata të vazhdojnë të kërkojnë Shqipërinë e shqiptarëve. Ne duam shqiptarët për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë ku nëse deri më sot thonë o Shqipëria, o Shqipëria, Shqipëria, nesër thonë o ti je në Shqipëri, po nga Vlora je? Nga Vlora je? Kreu i qeverisë theksoi se nuk ka projekt për momentin, për të cilin është duke u punuar nga një kompani që sipas tij është superfuqi, dhe kur investimi të kryhet, Vlora do të jetë pika kryesore e turizmit në mes të Europës. Për Zvërnecin është krijuar skuadra nga duke di ku mund të ketë qenë në ndonjë zhvillim tjetër. Një skuadër me arkitekt nga më të mirët e botës, me inxhinier mjedisi nga më të mirët e botës, me konsulent për oponencën mjedisore nga më të mirët e botës. Dhe ti vazhdon, anullo projektin, të thuhet ore prit se s'ka ardhur projekti, ta shikojmë projektin. Se qarë kanë ardhur, kemi thënë, ktheuni, bëni këtu, aty s'ka ardhur projekt, ata po punojnë. Një tuf njerëzish. Dhe me tregoju dhe kompanin, superfuqi në lindjen e mesme, bëjnë investime në gjithë botën. Mirë po, mos harroni një gjë, në momentin që bëhet ai investim në Zvërnec, unë nuk e egzagjeroj fare. Vlora bëhet pika ku s'ka nevojë më të kuturistëve të hikësh shumë larg. Vjen në Vlorë në mes të Europës dhe je sigurie në një botë tjetër. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek titujt e pronësisë, duke folur për abuzime e duke akuzuar ata që dikur kanë qenë në pushtet. Erdhën ca shqiptarë të tjerë, se ne ja u lëm të tëra pushtuesve dhe të huajve, po erdhën ca shqiptarë të tjerë, ata shqiptarët e 91-shit e 92-shit, ata që i morën edhe i bën fije letrat e pronave. Rama foli edhe për Sazanin, teksa tha se ai nuk po bën atë që tentuan të bënin paraardhësit e tij. Po të ishim ne ata që shisnim Shqipërinë, do ishte privatizuar Sazani. Sazanin ka dashur dhe me të drejtë ta bëjnë destinacion turistik edhe udhëheqësit e tjerë. Por unë dhe ne nuk po bëjmë atë që tentuan të bëjnë ata tjerët, që e ofruan Sazanin për ta privatizuar. Këto janë gjëra që dihen dhe që do dalin një ditë. Ne pavarësisht se ata që na erdhën dhe me cilët po bashkëpunojmë janë shumë herë më të fuqishëm se sa ata të mëparshmit, nuk u kemi thënë Sazani është tokë dhe pronë e popullit shqiptar.